gjithë ky armatim që po e shihni këtu të demonstruar është blerë gjatë këtyre 3 viteve të fundit. Vazhdimësi, domethënë gjatë këtij ushtrimi kemi komunikime me pajisjet Beyond Line of Sight me bazën e Shqipërisë. Platforma. Në doktoral që këshim këtu, domethënë punojmë në Line of Sight Communication ose në me sheshpamje, në inglisë me pikitur, dhe se cila pajisje lidhet me njëra tjetrën dhe siguron komunikim të sigurt edhe të efektshëm. Komunikojnë në mundësi të ndryshme sa i përket fuqisë, me 8 watt, 5 watt, 20 watt, si radio shpine për nivel skuadre, mirë po edhe si baza, qendra operative ose në automjete me 50 watt, për me siguru komunikime në distanca sa më të larta. Nëse rastësisht kërkohet edhe në komunikime në forma të ndryshme, jo me sheshpamje, kemi edhe pajisje që komunikojnë Beyond Line of Sight ose përmes hapësirës. Kemi këto 2 pajisjet, cilat për momentin janë si MEMPAK, si radio çont, radio skuadre në 20 watt, përdoren për komunikime në nivele shtetërore ose në nivele të kontinenteve, për arsye se valët radiofonike që atlirohen prej kësaj shkojnë përmes shesave të ionosferës prej një stacioni deri në stacionin tjetër kudo që gjenden. Ekziston mundësia e saj me u bë me kopler, me power supply, me urrit energjia deri në 150 watt ose deri në 400 watt prej një kontinenti deri në kontinentin tjetër më i lartë. Pajisja që po shihni këtu është COTM, Voice Bridge ose urdhëse e sinjaleve, pa marrë parasysh çfarë kriptimi kanë ose çfarë lloji radio të ndryshme. Kjo pajisje i lidh secilin njëra me tjetrën. Se ne dimë që në kushte normale kriptimi pengon lidhjen nëse nuk është i njëjtë. Kjo pajisje i thënë çdo barriera përdoret në raste emergjente ku secili ekip që ka më ndërhyj ndonjë termet ose çfarë do qoftë, kërkohet me qenë në një kanal thers edhe kjo e bën lidhjen përmes tyre. Pajisja që po e shihni këtu është një Pantera 96 cm, është përdoret si remote në distancë për ekipet që kanë me komuniku me qendrën ose me bazën, është pjesë e sistemit Beyond Line of Sight SATCOM për komunikime satelitore. Nëse keni ndonjë pyetje, Faleminderit, suksese. Po. Në vazhdimësi, domethënë gjatë këtij ushtrimi kemi komunikime me pajisjet Beyond Line of Sight me bazën e Shqipërisë. Në këtë ushtrim të rëndësishëm për ushtrin ton, për bashkëpunimin ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë nga NATO-ja, e në këtë rast konkretisht Republika e Shqipërisë, Republika e Kroacisë, Republika e Maqedonisë Veriut dhe Republika e Bullgarisë, kemi arritur që të tregojmë, të demonstrojmë fuqinë tonë, ndërveprueshmërinë që e kemi me NATO-n dhe në këtë mënyrë ta forcojmë kauzën tonë që antarësimi i Kosovës në NATO nuk është vetëm për dobin tonë, por edhe për kontributin të cilin do ta japim. Në Defender Europe 25 kanë marrur pjesë gjithsej 29 shtete dhe ne kemi pasur privilegjin të jemi në mesin e 18 shteteve nikoqire. Gjithsej kanë qenë 25.000 ushtarë, me që rast Kosova ka marrë pjesë me 938 ushtarë të Forcës së Sigurisë Kosovës. Bashkëpunimi dhe ushtrimi e nxjerrin më të mirën edhe të ushtrisë edhe të ushtarëve. Pra të oficerëve, nënoficerëve dhe të ushtarëve. Dhe kjo është parë në këto gati 10 ditë prej se ka filluar Defender Europe 25. I gjithë ky armatim që po e shihni këtu të demonstruar është blerë gjatë këtyre 3 viteve të fundit. Përveç një automatiku Heckler Koch, vetëm një automatik ka qenë edhe më herët. I gjithë armatimi që e shihni është blerë gjatë këtyre 3 viteve të fundit, sepse ne e kemi 2 fishuar numrin e ushtrisë, i kemi 4 fishuar trajnimet jashtë vendi, e kemi 3 fishuar buxhetin për mbrojtje dhe kemi 100 fishuar atë për municion e për armatim, gjithnjë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e tjera aleate e partnere. Sot është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës. Sot është një ditë kur ushtria jonë, Forca e Sigurisë së Kosovës, edhe një herë dëshmoj në përmasa më të mëdha se sa më parë
ndërveprueshmërinë me forcat aleate, në radhë të parë me forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatin ton më të rëndësishëm dhe strategjik në fushën e mbrojtjes dhe në çdo fushë tjetër. Ju sot e pat një ushtrim të shkurt, mirë po përgatitjet për atë që e pat ju sot dhe për ushtrimet që janë bërë nga 26 maji e tutje, janë bërë për më shumë se 2 vite. Prandaj dua t'i falenderoj Forcën e Sigurisë së Kosovës, çdo ushtarak, çdo pjesëtar që ka marrë pjesë për profesionalizmin e tyre, për sakrificën e tyre dhe mbi të gjitha për faktin se e kanë bërë krenar një shtet të tërë Republikën e Kosovës me atë që kanë dëshmuar përgjatë këtyre ditëve.